Mira besimtar mysliman kanë mbushur mëngjesin e kësaj të mërkure bulevardin Dëshmorët e Kombit ku krye falja e namazit të Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islamik. Kryetari i komunitetit mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, i cili udhëhoqi ceremonin, ka përcjell mesazhin e tij, duke e cilësuar këtë ditë si një moment mëshire, afrimi me Zotin dhe reflektimi për vlerat njerëzore. Sot është një ditë e madhe dhe e bekuar. Një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit, dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Kjo festë na rikthen tek një nga shembujt më të mëdhenj të besimit njerëzor, përkushtimi i profetit Ibrahim a.s. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Besimi i tij i palëkundur dhe gatishmëria për të dhënë gjithçka për hir të Zotit. Kurban është festa e zemrës së pastër, është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Kjo festë e sakrificës dhe përkushtimit është shndruar edhe në një moment reflektimi për gjendjen e më të pamundurve. Spahiu në vijim të mesazhit të tij për të gjithë shqiptarët ka vënë theksin te solidariteti që duhet të karakterizojë këtë ditë. Të mos harrojmë familjet në nevojë, jetimët, njerëzit që përballen me vështirësi ekonomike, me vetmi apo me sëmundje. Vlera e kësaj feste nuk matet me atë që kemi në tryezë, por me atë që kemi në zemër. Një vizitë tek prindrit është ibadet, një fjalë mirë për dikë që vuan është sadaka, një dorë e shtrirë për të varfrin është fisnikëri, një falje sinqertë është paqe. Shoqëria jonë ka nevojë më shumë se kurrë për njerëz që ndërtojnë ura e përçojnë dashuri e mirësi mes njëri tjetrit. Ka nevojë për zemra që bashkojnë dhe jo gjuhë që përçajnë. Ka nevojë për familje me dashuri, për të rinj me shpresë dhe për institucione me përgjegjësi morale. Duke u ndalur te situata globale, kreu i KMSH-s bëri thirrje për paqe dhe ndalimin e konflikteve që po prekin njerëzimin. Bota sot po kalon sprova të mëdha, luftra, varfëri, pasiguri dhe krizë shpirtërore. Edhe shoqëria jonë përballet me këto sfida. Por ne nuk duhet ta humbasim shpresën tek i madhi Zot. Besimtari është njeri i shpresës, besimtari është njeri i paqes, besimtari është njeri që ngrihet edhe kur koha bëhet shumë e vështirë për atë. Le të jetë kjo festë një moment pajtimi për familjet tona, një moment afrimi mes njerëzve, një moment reflektimi për të qenë më të drejtë, më të ndershëm, më të dhemshur ndaj njëri tjetrit. Së fundi Spahiu vlerësoi modelin shqiptar të bashkëjetesës ndërfetare si një shembull që duhet ruajtur dhe kultivuar. Ne shqiptarët kemi një pasuri të rrallë që duhet ta ruajmë me krenari, harmoninë ndërfetare. Në këtë vend, këmbanat dhe ezani kanë jetuar pranë njëri tjetrit si zëra paqeje. Kjo nuk është rastësi, është kulturë, është qytetërim, është amaneti i të parëve tanë. Të dashur vëllezër dhe motra, feja islame nuk na mëson urrëtitjen, feja nuk na mëson arrogancën, feja na mëson respektin për njeriu në tërësi, për jetën dhe për dinjitetin njerëzor. Pas përmbylljes së ceremonisë, besimtarët kanë shkëmbyer urime mes njëri tjetrit. Kurban Bajrami simbolizon përkushtimin, sakrificën dhe bindjen ndaj Zotit. Kjo festë, e cila kulmon me therrjen e kurbanit, është një thirrje për të ndarë begatin me të varfrit, për të forcuar lidhjet familjare dhe për të shfaqur solidaritet të pakushtëzuar ndaj nevojtarve, duke përçuar kështu mesazhet më të larta të paqes dhe harmonisë njerëzore.